Tani u lavdrua biri i njeriu, thot Jezusi në Ungjillin e sotëm. Është fjala për mundimet, vdekjen dhe ngjalljen e tij që brenda pak ditësh do të realizoheshin. Këto fjalë Jezusi i thot pra në darkën e fundit me apostujt para se të psonte mundimet. E vazhdon Jezusi në Ungjillin e sotëm, edhe hyi u lavdërua në të. Në të vërtetë, nëpërmjet vdekjes e ngjalljes së Jezusit, njerëzit mund t'i afrohen sadopak misterit të pamarim të hyjit trini. E tani mbetet vetëm që kisha ta shpallë ta dëshmoj këtë lajm të mirë në marbotën. Edhe në mes të 1000 vështirësive e kundërshtimeve, e si forcë të vetën kisha ka këtë porosi të Krishtit, që thot në Ungjillin e sotëm, sikurse unë ju desha ju, duani edhe ju njëri tjetrin. Në fakt, gjithë predikimi i kisë është i vetëdijshëm se bëhet përballë 1000 vështirësive. Edhe Pali e Barnaba në pjesën e leximit të parë të sotëm na u dëftua se si përshkojnë gjitha ato qytete të ndryshme duke përhapur lajmin e mirë të mishërimit vdekjes së ngjalljes së Jezu Krishtit. E ndër të tjera e pam se si thoni në predikimet e veta duhet të kalojmë nëpër shumë vështirësi për të hyrë në mbretërinë e hyjit. Janë të vetëdijshëm se janë enda cak, por jo enda cak pa një synim. E din cili është caku, ka i cili janë orientuar vetë ato, e ka i cili po orientojnë edhe të tjerët. Mbretëria e hyjit e cila fillon këtu në këtë botë për të kurorzu pastaj në lumturinë e mshuar të parajsës. E parajsa është për ata që në mes të 1000 vështirësive vihen në punë në këtë botë për të praktikuar atë porosi të Jezu Krishtit që ka thënë pra, sikurse unë ju desha ju, duani edhe ju njëri tjetrin. Në fakt e thoshte edhe Ilumi Dom Nrezadeja në një oratë të vjetër të shkruar prej tij, për dembel suba parizi, por për atë që fort qaltisi, që i dha vetës praktikisht në dashuri. Një aktivizëm në dashuri, mund të themi, është ajo që na përgatit më së miri për lumturinë e parajsës. E edhe në leximin e dytë, shëngjoni apostull në zbulesin e tij përshkruan pikërisht një vegim që kishte në lidhje me Parizin. E thot, unë gjoni pash një qiell të rije, një tokë të re, sepse qielli i parë e toka e parë u zhdukën, e vazhdon, pash edhe qytetin e shenjtë, Jerusalemin e ri, zbriste nga qielli i hyjit, i stolisur por sinuse e përgatitur për fatin e vet. Ja pra, ky është caku ka i cili duhet të synojmë, Parizi. Bukuritë e kësaj bote janë të kalueshme e nuk duhet të jepemi me gjithë shpirt, kurse sipas tyre. Të vetëdijshëm se jemi të bërë për gjëra që nuk kalojnë kurrë. E prandaj të mos u humbasim këtë synim. Shumë herë pyesim veten se cili është kuptimi i jetës. Shumë njerëz kalojnë në dëshpërim, në depresion, në trishtim, pikërisht nga që nuk gjejnë një cak për jetën e tyre, një kuptim për jetën e tyre. E madje shumë njerëz bëjnë vepra dhe shumë njerëzore, pikërisht nga që mendojnë se i japin ashtu kuptim jetës së tyre, e ngatërrojnë pikësynimin e jetës, pikërisht duke humbur horizontin e jetës pasosur. Jemi me fat ose më saktë jemi të bekuar nëse e mbajmë gjithmonë pranishëm cakun i cili na pret bashkim me hyrjen në lumturinë e parajsës. E atje shkojmë pikërisht duke vënë në praktikë, siç tham, dashurinë që na ka mësuar Krishti. Vetdia për lumturinë e parajsës. Kjo i ka shoqëruar gjithmonë shenjtrit. Një shenjtresh shumë interesante, shumë e dashur në historinë e kishës, është edhe shenjtja Xhelia Guerin, nëna shenjtës Teresë të Lisieux. E ajo thoshte, dëshiroj të kem shumë fëmijë me qëllim që t'i rris për qiellin. E vetëdijshme se fëmijët e saj janë tashmë antar të familjes së parajsës e duhet të bëj çmosin që t'i mbaj në hir të Zotit që ta gëzoj lumninë e parajsës. Shën Antoni Padovës, të cilin të gjithë njohim dhe e duam, thoshte, kjo jetë është si një urë që na shërben për të kaluar në jetën e pastosur me hyjin. Prandaj nuk duhet të ndalemi në urë, sa do e bukur që ajo mund të jetë. Jezusi, duke na ndihmuar që të dimë ta përshkojmë mirë këtë urë të kësaj jete, ta shfrytëzojmë në maksimum gjithë bukurinë e jetës, mundësinë e jashtëzakonshme për të shenjtruar, na ka dhënë edhe këtë urdhër të tij që e dëgjuam në Ungjillin e sotëm, po ju jap një urdhër të ri, duani njëri tjetrin. E na mëson se si ta duam, pikërisht duke na thënë atë që e cituam edhe herë të tjera, sikurse unë ju desha ju, duani edhe ju njëri tjetrin. Kërkon praktikimin e dashurisë, po, sepse lumturia e parajsës është të marrësh pjesë në lumninë e hyjit dashuri. E si mund të marrim pjesë në lumninë e hyjit dashuri nëse ne brenda vetes kultivojmë urrëtie? Prandaj Jezusi ngul këmbë që të praktikojmë dashurinë, përndryshe nuk mund t'i afrohemi zjarrit të dashurisë hyjnore. Akulli nuk mund t'i afrohet zjarrit. Duhet të përflakemi edhe ne me dashurinë e hyjit, që një ditë pastaj të jetë vazhdim kjo përflakje në zhytjen tonë në jetën e Trinisë shenjtë, e shenjtërve të tij. Jezusi vazhdon duke thënë, nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë do t'ju njohin se jeni nxënës të mi. Interesant kjo fjalë e Jezusit.
Sepse po ti shqyrtojmë të gjitha besimet e ndryshme që kjo botë ka pasur e që ka, në asnjërin prej tyre nuk predikohet një dashuri si ajo që na ka porosit Krishti. Sidomos, menjëherë mendja na shkon te dashuria për armikun që Jezu Krishti na ka mësuar. Është një dashuri që kalon përtej çdo lloj bujarie të zemrës. Madje shkon edhe kundër zemrës së njeriu, dashuria deri edhe për armikun. Por nganjëherë edhe pa kulminuar në dashurinë për armikun, thjesht një dashuri pa interes mund t'i bëjë njerëzit që të mendojnë menjëherë për hyjin. Më tregonte një herë një motër misionare në Shqipëri se si kishin filluar t'i rregullonin shtëpinë një njeriu të varfër në famullinë ku shërbenin. E pikrisht punëtori i ndërtimit po i thoshte si ka mundësi që ju ndihmoni një njeri që nuk është as katolik. E ndihmojmë sepse është mirë të ndihmojmë të varfrit, ishte përgjigj motra kështu në përgjithësi. Por ky ngulte kam që të kishte një përgjigje më bindëse. E përgjigjen edhe vetë, sepse i tha tani e kuptoj se përse po ndihmoni, sepse ju jeni të krishterë. Të krishterët e kanë zakon të bëjnë kësi gjërash. E ky njeri ishte i pari në atë zonë që kërkoi pagëzimin në atë fshat malor, ku deri atëherë nuk ishte as krishter. E aty ka filluar të lulëzojë një bashkësi e vogël katolike. Kjo në vendin tonë. E sa janë histori të ngjashme në mbar botën. Është e famshme historia e kohës kur Gjermania pushtoi gjatë luftës së dytë botërore Poloninë. Thuhet se një prej ushtarakëve ra i plagosur në një spital polak e aty një infermiere rregulltare po i shërbente me shumë përkujdesje, pa kurfare interesi, pa bërë pothuajse asnjë bisedë me të. E një ditë e pa duke lexuar Biblën këtë njeri që nuk ishte interesuar edhe aq për fenë. E motra e pyeti, kush ju foli për Zotin? E ai ju përgjigj, ishit ju motër, ishit ju. Pra shembulli i saj e kishte bërë që të pyeste vetveten, a mund t'i afrohem Zotit, a mund të di diçka për Zotin. Shembulli i saj kishte fol për Zotin. Është interesant se si në gjitha fjalët e Jezusit, një fjalë që ai e ka thënë në kryq, duket sikur është më e përdorur, më e njohur. Bëhet fjalë për lutjen e Krishtit, faljo atë se nuk dinë ç'bëjnë. Është interesant të shohim se si këtë fjalë citojnë shumë herë, edhe njerëz që janë armiq mes tyre, gati edhe si për total, ndoshta, kaq njëri tjetrit. E nuk e dinë se këtë fjalë ka thënë Jezusi. Jo vetëm që nuk dinë asgjë tjetër për Jezusin, por nuk dinë as se këtë fjalë ka thënë pikërisht Jezusi në kryq. Faljo atë se nuk dinë ç'bëjnë. Pra dashuria falas, e dashuria sidomos edhe për armikun, do ta bëjë të dallueshëm për botën si nxënësit e Jezusit, sepse vetëm ai ka mësuar një dashuri të tillë. Ta lutim pra Zotin që të na ndihmojë që ta kemi të qartë cakun e jetës tonë. E ky cak është lumturia e parajsës, kur zhytemi në dashurinë e mësuar të Trinë Shenjtë, të shenjtërve të engjëve të Tij, e rrugës për atje të praktikojmë dashurinë ashtu si na ka mësuar Jezusi.